Të dielën, Tirana festoi Sultan Evruzin, lindjen e Imam Aliut, kurse një pakic militantësh demokrat përkujtuan fitoren e parë të Saliut. Në 22 marsin e 34 të fitores parë të Partisë Demokratike, shumë gjëra kanë ndryshuar, përveç atij, Sali Berishës dhe vesit të tij për ta kthyer Tiranën normale në anormale, me një grup zjarri me vete, sulmoi me molotov e fishek zjarre. Kryeministrin, Bashkin, Ministrinë e Infrastrukturës, Selin e Partisë Socialiste, Akshin dhe Parlamentin. Molotovët e fishekzjarret u hodhën në hijen e flamujve gjerman dhe europian, si një veto e doktorit për gjithë rezolutat e amendamentet e Berlinit e Brukselit, të cilat dënojnë protestat e tij të dhunshme në Tiranë. Kurseu vetëm vilën e Enverit. Aty bëi një parti dhe gjithashtu policia kësaj radhe nuk bëri më gabimin e protestës së kaluar. Por Berisha të tive u ka dhënë një premtim, kilometrin e fundit, vetëm se kësaj radhe maratonomaku i Tiranës ngeli në gjysmë të tij. Nga shtëpia më pas u rikthye për të shpallur fitoren, edhe pse me mendje është e pengjet e së shkuarës. Ndëshkimi ynë do të bjerë mbi ta dhe ata do përfundojnë në lanë. Do përfundoj në koshrat e plerave të historisë. Ishte një demonstratë shkëlqyer. Po kilometri fundit kur mbaron, me siguri, jo këtë 22 mars, Partia Demokratike sot duket shumë larg asaj të vitit 1992. Miropafshim. Shpejt tani betejë tjetër. Bravo.